Përshëndetje të gjithëve. Edhe mëngjesi është nga vaktet më të rëndësishme të ditës. Dhe unë sot do sjell këtë recetë pitesh për ju. Janë pite që mund t'i konsumoni imediat, por edhe mund t'i mbushni ashtu si kurse veprova edhe unë. Filloj me përgatitjen e brumit. Receta është fare e thjeshtë dhe kërkon shumë pak përbërës. Kam kota 200 ml, shtova në tas 2 të tilla me miell natyrisht. I shtojmë pak krip, jo luka e çajit me krip, por gjysma, një majluke me sot buke, i bëjmë një përzierje të mirë dhe pak nga pak i shtojmë një gotë jo plot me kos. Largojmë lukun dhe i bëjmë përzierjen me dorë. Formohet një brum pak a shumë si brumi i byrekut, jo i ngjitshëm, por dhe jo i fortë. E lëm në një pjatë, e mbulojmë dhe lëm të pushojmë për 5 minuta. E largojmë nga pjata, e punojmë pak, e ndajmë në 4 pjesë. Formohen 4 kulaçka. Mundohemi t'i bëjmë të njëjtë. Me këtë sasi brumi përgatitim 4 pite. Nëse doni më shumë, sigurisht që mund ta shtoni sasinë. Mundet edhe ta dyfishoni duke i bërë 8 pite. E lëm të pushojnë dhe 5 minuta, është momenti për të hapur pitet. Kam vënë tikanin në zjarr të ngrohet. Ndryshe nga byreku që unë i hap petët me një seshte, këtu i shtoj miell. Është një pite e hollë. Vazhdojmë të hapim edhe 3 pitet e tjera. Dhe pitet tashmë janë gati. Në zjarr kam vënë tikanin të ngrohet, vendosim pitet një nga një, pa i shtuar as pak vaj. Fillojmë t'i pjekim nga njëra anë dhe më pas do t'i kthejmë nga ana tjetër. Kur i kthejmë pitet që të bëhen elastike, sigurisht që të marrin edhe shije, unë i lyej me pak gjalp. Edhe kur t'i kthej nga ana tjetër, sërish do t'i vendos gjalp. Në këtë mënyrë pitet bëhen elastike dhe të lejojnë që t'i mbushësh. Nëse nuk do t'i lyeni me gjalp, atëherë ato do thyen dhe përdore vetëm për të konsumuar me djathtë. Kështu do vazhdojmë radhë me të 4 pitet. Ja pitet e përfunduara. Si ju thash edhe më parë, është gjalpi që i bën elastike këto pite, unë do t'i mbush. Natyrisht mbushja është sipas preferencave. I shtuam gjethe sallate, domate pomodorini. Djathtë të bardhë po i shtoj unë, prosciutto. Disa feta kastraveci, dhe në fund fare do t'i shtoj majonezë dhe ketchup. Më bëhet si ato sufllaqet e blera. Shtojmë edhe ketchupin. Dhe pitja është gati për të konsumuar. Të dashur miq, kjo ishte edhe receta e ditës së sotme. Ju falenderoj që më ndiqni.